nga lagjët e Shkupit deri te fushat e mëdha të basketbollit. Roni po tregon se ëndrat bëhen realitet kur ke pasion dhe përkushtim. Ai nisi rrugtimin në Çajër 2030 ku luajti për 4 vite për të bashkuar më pas me Rabotničkin ku luan dhe sot. Në moshën vetëm 14 vjeçare, Roni u bë kapiteni i ekipit U14 të Rabotničkit dhe udhëhoqi skuadrën drejt titullit kampion të Maqedonisë duke u shpallur lojtari më i mirë i sezonit. Në gjysmëfinale dhe finale, ai shënoi plot 72 pikë, duke vendosur një rekord të ri. Si kapiteni përfaqësues U14 të Maqedonisë, ai udhëhoqi ekipën në fitore ndaj Turqisë, Bullgarisë, Kosovës dhe Rumanisë dhe u bë lojtari i parë në historinë e vendit me një triple-double në nivel kombëtar. Talenti i tij ka kaluar kufit. Roni është ftuar nga Pablo Laso Academy në Madrid dhe nga klubi legjendar Aris Basketball në Greqi. Ai është gjithashtu lojtari më i ri në histori që ka luajtur e shënuar në ligën e parë të Maqedonisë.